Dhe më në fund u bindën që duhet kalojnë në mbrojtje. Tash do li pyetje, do li njëri, po kja demi, bëri pyetje. Mirë, kush do drejtoj këtë betejë, këtë mbrojtje? Se të tjerë do shpërndajnë, po këtë këmë. Unë thëmë, shefi shtabi, Bislimi. S'foli Bislimi, që dakord. Po këtha luftën kush do drejtoj? Shefi shtabi. Pse të? Edhe betejën e luftën, po ndaj na ka furnizuar Gjermania, e thash, që kemi aparat në mjetet e komunikimit. Edhe si të jesh këtu, si të jesh në Drenicë, si të jesh edhe në Prekazës, njësoj drejtoj lufta. Edhe Bislimi tha, dakord, tha, po unë dua me vete, tha, Drinin dhe shpëtimin. U krya një shtab operativ. Tani, herë parë një veçori e tillë që të kryhet një shtab operativ, i cili del mbi shtabin e përgjithshëm. Vende komand, sepse do të dimi gjë. Në Kosovë pas hyrjes NATO në luftë, kemi 2 luftra. NATO lufton kundër Serbisë, Serbia lufton kundër neve. Rasti rradh që ndodhi kështu. Sepse ndodhi këto, mbase do kemi kohë ta shpjegojmë. Dhe dakord, u vendos të dhe ndajtëm, pasi u mblodhëm, u vorë kështu atëherë i ndam, kush do vej në shfilan zonë operative, ndanë shtabin e përgjithshëm dhe në antarët e shtabit përgjithshëm pranë zonave operative, të cilët atje do mirnin detyrat si që do ipim neve nga me faksi ose me radio. Edhe kështu i organizuam betejën mbrojtëse 12 ditë. Neve ishim fillimisht 6.000 veta. Pastaj u fuqizuam në erdhi 2.000 forca nga zonat parë operative, pastaj në erdhi populli. Unë e dija teorikisht që lufta popullore. Ati e pash. Edhe fëmijët ecin në këmbë, vinë thoshin po kështë të bëj. Nuk ju dinin pushkët që ju jepnin njerëz. S'kishin. Por një pjesë kishin fshehur armë dhe vinin me gjithë armën, edhe me çift. Dhe u bëm kati 10.000. Nga 6.000 ishim, u bëm 10 a 11.000 veta. I përballuan 15.000 forca që na sulmuan. 2 brigata këmbësorie, gati një divizion. Na sulmoi. 12 ditë dhe më në fund u troqe me erdhëm në mal të Berishës. Atje ku kishim shtabin e përgjithshëm. Dhe institucioni që edhe Radio Kosova Lirë, që edhe Agjencia Kosova Press. Dhe u mblodhëm në shtab përgjithshëm. Kur vam atje, neve si thash, bam 10-11.000 forca, erdhën në rreth 150.000 banor, bashkë me ne u troqen gjithë këto 100 fshatër, që ishin fillimisht brenda perimetrit mbrojtjes, erdhën me ne, u troqen bashkë me ne në popullsia. Dhe ishte të binde një predh, vriste 100 veta. Një predh artillerie. Ama kishim 2 ditë pa ngrënë bukë. Por interesant, në kohë lufta bënga dhe dimra të mëdha. Nuk pushoj shiu 1 sekond, të 12 ditët. Edhe herë borë e herë shi. Dhe ishim tërhequr atë ditë në këmbë duke luftuar vazhdimisht, një tërheqje shumë e organizuar, me luftime, me kundërsulme, tariku kundërsulmo, dhe populli kishte marrë me vete vetëm plasmase. Asnjë tjetër. Unë vajta të haja një pashet në kuzhinë. Dhe kur dolen në pasheta, vjen një ushtar i më thotë, haj se të kërkon shefi në mbledhje, se kemi filluar mbledhjen. Tani kishte ardhur gjithë komandantë e brigadave të zonës së parë operative. Komandanti i zonës Tahir Sinani, që ishte nga tropoja dhe ai oficer, ai merrej me sigurimin e mbrojtjes, vizë mbrojtjes. Edhe Kadri Veseli, edhe Recep Selimi. Nuk i gjeta në këtë mbledhje do bëjmë tash në shtab përgjithshëm. Ku janë këta, u thash, janë duke organizuar mbrojtjen. Edhe vajta unë aty, po kur veja, dëgjova një bisedë fëmije që i thoshte nënës. E kam shkruar këtë. Qanë sërbet? Armiqtë tanë keqë. Ndalova. Po si do bëjmë? Ka dalë babi bashkë me shokët. Do i vrasim sërbet. Sa rojtë.
vajta, gjithë dhomat i kishin zënë nënat me fëmijë. Dhe ne mbledhja bëjmë në korridorin e kësaj dhome, shtabit operativ. Dhe kemi vënë një sop tubi kishte nxjerrë nga dritarja e korridorit, edhe mua më ulën pranë sopës që thasha prapë, se isha i lagur. Dhe sa ula dëgjoj që Drini, që kishte komandant i zonës së parë operative, tani e kishte zëvendësuar Tahir Sinani, e njifte kishte një vit komandant i kësaj zone, e njifte mrekulli me pëllëm, se edhe djalë vendi që edhe komandant luft kishte 2 vjet që luftonte. Kishte qenë oficer në luftën e Kroasis, jashtëzakonisht djalë i mirë, zotona ja 4 gjutoja, dhe mua më thoshte, dua kam një ëndër, vetëm të jem 6 muaj në Akademinë e Shqipërisë, që ta mësoj terminologjinë ushtarake shqip, se e di vetëm serbisht. Edhe vranë mbas luftës. A ishte Flori, djalë Flori. Dhe kur mbaruan se diskutuari, unë akoma s'kisha folur, u ngrit kjo, tha, vije parë mbrojtës do kaloj këtu. E u jepte me emra. Vije ditë këtu, komandantët brigatave. Dakor. Ka në i pjete nga ta, u thash, Bislimi? Jo, thanë, kamoni, thash, pse më thëritët? O, këta Shqipëris luftoj me superfuqit, më vëlla. Për e në verin. Ta djojmë. I thash dhe jo, do kalojmë në mbrojtje? Po, thanë, ne sot në mbrojtje, që na kanë ardhur mbi 100.000 qytetarë, dhe një bombë, një predh artillerie të bjerë në vrasë 100 veta, po si, do të qajmë rrethimin sonde. Një nga ta komandant të brigadave, të zonës të parë që kështë radi, o, Shqipëni, i ke kryt në vete? I thash që kam kryt në vete. Edhe u shpjegova këta, që ne pa qëndrojmë nesër, Serbia do filloj me artilleri, dhe do filloj vetë pa shenjë, vetëm të idhen predhat këtu, që të zhdukemi, Serbia dojë të zhdukemi, në më thash. Jo të ikim në Shqipëri, po të zhdukemi, mos këtë gjallë. Po si duhet kalojmë se s'bën sonde. Fillom debatet. Bislimi e shikoja në me mikë që e pranonde. E pranonde logjikën. Edhe nuk ndarinte. Po debata me këta, më thot njëri nga ta mua, po ka dalë lumi mirush. Se u thashë, nga do, ku ta shemë rrethimin, ande nga erdhë. Tha, po ka dalë lumi mirush, më tha mua, di, o Shqipëni, ka dalë lumi dhe ka dalë në shtati. Nga e di. E më tha, na i fshat ati, i e larë në lumë ti? Si se jam larë, tha. Do me thënë e jenë në rumi, ati ku njësh një vahet ati do kalim. Ku është vau ati do kalim? Po se një ti kush do kalim, unë i thash që vika Shqipëria, jam bila gojnë, se se të bëjë, po e të thënë kështu, me ashpërsi, jo, me qësi si shkasim këtu. Edhe pranuan, edhe atëre, Bislimi tha, dakor, do qajmë rrethimin. Ngri e Drini, thot, do bëjmë dhe një manovër tjetër, qa, do bëjmë si kur do sulmojmë edhe nga jugu, edhe nga veriu. Këtë do organizoj unë, që sërbet të tërheqin vëmendjen dhe ne të kalojmë këtu. Do bëni këtë operacion diversiv. Po, diversiv. Dhe jo, i përgatitëm, Tharita, thash, i thoni intendentit vi këtu, erdhi intendenti. I thash, kemi municion të japim me nga 3 komplete luftarake, këtëri do kalojnë, se do kalojnë 2.000 forca më dalë. Kemi, tha. Kemi fishek gjyrmërinës, blindë shpus gjyrmërinës, kemi. U a jep do të gjithë fishekët blindë shpus gjyrmërinës, u a jep, tha. Sa ko do, brenda orës i furnizojnë të 2.000, mrekulli. E tha, tani, u bën kjo punë, u bën gati, gjithë herë, u caktuajnë forca do kaloni. Dhe jo, filloj nga ora 1 natë, kalimi, se u diskutua dhe kjo më është pëllëm e tanke, pëllëm e autoblinda, Lugina. U thash dhe joni, sërbët ja ka këput gjumit në për tanke dhe autoblinda. Presin me njëzin, kanë ndezur dhe motorin dhe ngrohen. Do kalojmë në për tanke dhe autoblinda pa me rak fare, vetëm mos bëni zhurë. Kaluan në tanke, kaluan lumin dhe vetëm 2 ushtarë ra u mbytën. Dhe sërbët se daluan fare. Dhe kur dolin ma tanë, dolin ma tanë ishte breg, ishte pyllnaj me dushje, dhe u vendos, 2.000 forca këte do hapin zjarë, se thamë se mos sulmoni vetëm me zjarë, do të shajmë rrethimin vetëm me zjarë. Dhe me zjarë gjurmërenës, fishek gjurmërenës, dhe në orën 4 të mëngjesit,
ata në dha sinjalin që e kemi zënë pozicionet. Edhe ose raketa shedhën që kishim caktuar ne. Ose raketa dhe dy palët filloi zjarri nga dy anët. Serbët u shmenden. Ata dini që s'kish në mbrapa tyre s'kish uçk. Nga dolën këta. Dhe jo, nuk kur bëjmë festa neve, që edhe fishek zjarr, nuk ndryshoj Tirana. Nuk ndryshoj Tirana siç u ndryshoi ajo lugin, se vetëm fishek gjurmërinës. Ishte ditë, u bën ata ditë. Pas gjysmë u ndezën motorat dhe ikën tanket. Ikën ato blindat, hap rruga. Populli u ngritë këmbë, që këtu. Dhe kaluan, dhe ikën për fshatrat e tyre. Kështu çfarë themi, këtu mori fund operacioni Patkoj, sepse ata donin ta azisonu çikën, sa azisonu. Formacion se ne shtabi u çikës, ishim atë ditë. Nuk edhe kështu fituam. Kolonel, vim tek pika që kanë ndezur edhe debatet në publik sot. Juve keni parë krime të UÇK-s, urdhra për vrasjet, sapo përmendet që 2 ju dolën nga bagazhi spiun. Keni parë që kanë dhënë urdhra këta komandant për vrasje spionësh? Duhet kemi një gjë parasysh. Se ne po ngatrojmë luftën në fakt me shfaqje baleti, po. Unë u thash, ishim 13 antarë shtabi ishim, 8 ishin oficera, karrieri, 5 ishin intelektual. Çdo vendim merrej në mënyrë kolegiale. As Bislimi s'ka dhënë kur urdhër në kokë të tij pa konsultuar me ne, as unë dhe as Drini, që ishim zëvendësat e tij. Çdo gjë merrej me vendim kolegial. Dhe vendimet janë bërë, në këto vendime as Hashimi s'ka qenë asnjëherë, asnjë antar tjetër i drejtorisë politike s'ka qenë prezent në marrjen e këtyre vendimeve, prandaj gjyqi në Hagë është gjyq politik. Sepse merret vetëm drejtoria politike. Dhe Kadri Veseli që ishte dhe antari i drejtorisë politike, që për të zbuluar armikun, dhe ky votonte, por nuk ishte mendime se çdo vendim për dhënien e urdhrit, sepse nuk ishte specialist për punë. Ai kishte funksionin e vet. Ishim ne antarët e shtabit përgjithshëm, ne ushtarakët që i merrim këto vendime. Kështu dhe çdo gjë është protokolluar. Bile hapëm ditar veprime ushtarak. Aq më tepër duke pasur parasysh që ishit oficer dhe i dinit ligjet e Konventës Gjenevës. Sa faleminderit që më dorët këtë takim. Në Konventën e 2 të Gjenevës, të 12 gushit të vitit 1949, përcaktoi 4 pika. Në të gjitha lëvizjet për rezistencë, pranohen në qoftë se plotësojnë 4 kushte. E para, thot, të ketë një përgjegjës që të përgjigjet për varësit. E kishim, që shtabi përgjithshëm. E dyta, thot, të kenë një uniform dhe shenja dalluese nga larg. E kishim dhe uniforme dhe shenjën UÇK dalluese, se çdo ushtar e kishte në sup. Edhe kishim kapele, edhe në sup, edhe në kapele. E treta, të mbajnë me armët hapur. Do të mos i mbajnë armët fshehur, të dalin me kemi në krah. E katërta, thot, të zbatojnë rregullisht të gjitha traditat dhe zakonet e vendit. Dhe ne më vjen keq që zoti Rubin tha që s'ke rregull të ushtria. Bile nuk i falet zoti Rubin për një gjë. Gruaja e tij ishte një nga gazetarët më të shkëlqyera të CNN-it dhe dhe në Kosovë erdhi bashkë me Rubin dhe ajo kishte përvojë të jashtëzakonshme. Kam idenë që Rubin e thot më tepër në kontekstin që si ushtri nuk kishte një komunikim të çastit, të momentit. Jo, nuk e kishte atje. S'ka fajaj. Se këta që vajten janë në Hagë. Këta. Kanë thënë që s'kishim shtab përgjithshëm, ishin pavarur komandantët e zonave. Domethënë s'mbajmë në përgjithësinë. Pra, më huan shtabin e përgjithshëm dhe që paresh që më huan shtabin e përgjithshëm. Ku janë dokumentat e shtabit të përgjithshëm? Na i mori KFOR-i kur kthyem në Prishtinë dhe e di që i ktheu pas 3 muajsh. Po unë në këtë periudhë vajta shefi kabinetit ministrit mbrojtjes dhe s'isha më në shtab përgjithshëm. Ku janë këto dokumenta? Dhe mbrojtja, ç'bën mbrojtja? Pse s'ja kërkon KFOR-it, se KFOR-i dhe po i ka kthyer, ka mbajt kopjet. Pse s'ja kërkon